Qyteti historik i Krujës mbetet një nga pikat kryesore turistike të qarkut të Durrësit, që përballon vizitorë të shumtë krahas zonave bregdetare. Këtë sezon numri i turistëve po vjen gjithnjë në rritje, duke treguar një pritshmëri të lartë për ditët në vijim. Objektet më të vizitueshme mbeten Muzeu Kombëtar Gjergj Kastrioti, si dhe Muzeu Etnografik dhe pazari i veçantë i këtij qyteti. Lidhur me vizitorët e shumtë, drejtori i muzeut Mehdi Hafizi thotë: Ne kemi shumë vizitorë, si që edhe shikoni vetë, dhe jemi gati ke 500 vizitorë dhe në ditë të sotme. Kruja, si që kemi theksuar dhe herë të tjera, shkon gjithnjë më tepër gjithnjë turizmi gjithvjetor, është e favorizuar nga vlerat që ka, pa diskutim janë 2 muze kombëtare, secili në llojin e tij, dhe Muzeu Etnografik dhe Muzeu i Skënderbeut janë shumë specifik dhe shumë të kërkuar për vizitorët, qofshin ato vizitorë vendas, se ky me të vërtetë është muzeu më i vizituar në Shqipëri, por është dhe muzeu më i dashur për gjithë shqiptarët ku do jetojnë. Po kështu dhe kemi muzeun etnografik që është jashtëzakonshëm, është nga etnografikët më të mirë në gjithë Ballkanin, jo vetëm në Shqipëri. Po është e favorizuar dhe nga afërsia me kryeqytetin, me aeroportin, me portin, me kufirin. Sipas drejtorit Mehdi Hafizi, deri tashmë muzeu ka pasur mbi 15.000 turistë. Për këtë vit parashikohet që fluksi i turistëve të kalojë shifrën 212.000 vizitorë. Nga janari deri në këtë moment ne kemi pritur në të 2 muzet rreth 15.000 vizitorë. Dhe unë jam i bindur që ajo shifra e vjetshme 212.000 vizitorë do të kalohet gjatë këtij viti, sepse kuptohet që muajt më shumë vizitorë janë pasaj prilli, maj, qershori, korriku, gushti, shtatori, tetori deri në nëntor. Kruja është përfshirë tashmë në turizmin gjithvjetor të vendit.